Komuna e Çajirit ka ndërmarrë iniciativë për pastrimin e mbeturinave të grumbulluara në territorin e saj. Sipas kryetarit të komunës Visar Ganiu, kjo nismë kishte për qëllim të ndihmonte dhe të mbështeste qytetin e Shkupit në këtë drejtim. Ai theksoi se Shkupi nuk po i kryen detyrimet e tij në menaxhimin e mbeturinave, duke përmendur si shembull zvoglimin e numrit të kontenjerëve nga 530 në vetëm 320 kontenjerë. Megjithatë, kjo iniciativë është ndërprerë nga qyteti i Shkupit me arsyetimin se menaxhimi i mbeturinave në Çajir është kompetencë e qytetit të Shkupit dhe jo e vetë komunës. Sot ne kemi nënshkruajt me një ndërmarrje private, shtesë punë për ta ngrumbulluar mbeturinën e cila është jashta kontenjerave, që quhet refuz. Dhe çka ndodh? Do të thotë ditën e parë që ka filluar, kamioni mbrapa neve me punu, dhe ju jeni dëshmitar, nuk ka asnjë orë që kam shpall që ne filluam me punë dhe Çajiri do të jetë, do të thotë, i pastërt, për shkak se ne do të ndihmojmë, pa u marrë me qytetin e Shkupit, pa u marrë me ndërmarrjen në fjalë. Minjëherë qyteti i Shkupit e ka dërgu inspektoratin, e ka bloku kamionin, ka thirrë asistencë policore, edhe tash do ta konfiskon kamionin për arsye të tyre të cilat ne nuk i dimë. Nga ndërmarrja publike e qytetit të Shkupit, higjiena komunale thonë se Ganiu duhet të tregojë se ku do i hidhte ato mbeturina, sepse nuk ka kontratë me deponinë sanitare Drizlla. Ganiu duhet të tregojë se ku i hedh mbeturina që mbledh, sepse nuk ka kontratë me të vetmet deponi sanitare Drizlla. E pyesim publikisht kryetarin e komunës së Çajirit Visar Ganiu se ku i hedh mbeturina që mbledh, meqense nuk i hedh në Drizlla. A krijon Ganiu deponi të paligjshme me mbeturinat duke helmuar qytetarët e Shkupit? Ndërkaq kohëve të fundit gjendja me mbeturinat në Çajir ka qenë alarmante, për çka edhe kemi raportuar.